Patentimin e produktit për kancer e kom gati, edhe veç po pres edhe pak me kompletu dhe do t'a dërzoj. Që ti gjysmë produktit, kur i shtoj diçka për pjesën shtesë të atyne tinkturave që nxirren pej bimëve, pemëve, perimeve edhe pej glicerideve të ndryshme, kur i shtoj qitina, këj fillon mu kristalizu. Nuk është i langt, po fillon mu kristalizu. Kristalet që formohen kanë qatë vlerat nalta ushqimore, energetike, sa që i shkatrojnë qelizat e kancerit. E që aty është fuqia edhe dalimi i ti, plus homogenizimi dhe mënyra e homogenizimit që e bojnë këtyne produkteve nën presion, ku bëhet zbërthimi ndërmolekular dhe ndërqelizori tyne, edhe gjatë këtij homogenizimi bëhet edhe bashkëdyzimi i këtyne që komplet ndryshon edhe struktura molekulare dhe qelizore e këtij produkti, që formohet një ilaç që do të vërtet me ju nënshtru ndoshta shumë mikroskopëve të ndryshëm në përbotë dhe me pa qysh po reagon në organizëm. Ky reagon me djegje, kur thon me djegje, edhe reagon veç në hemoroid. Momentin kur e lynë dhe nuk djeg, do më thonë hemoroidi s'është, është shëru. Kë detoksifikusje, kurse këto që e kam tavolin, fotografin, kë nuk djeg, kë nuk reagon me djegje. Po qysh e dim që është të i kry punën e vetë, qysh e dim që është të i kry funksionin e vetë. E krynë në përmjet urinimit edhe jashqitjes ma të shpeshtë. Qose ke shku në banjë 4-5 herë, që është normale me shku gjatë ditës, me urinu, me fillimin e përdorimit ti ki me shku dhe në 10 herë. Dhe 10 herë. Me bubrek, me melqi, organet e mbrenshme pompojnë për 50% ma shumë se që jënë të punu tani, edhe krejt gjanat e këqia që i ki në gjake në për organet e mbrenshme krejt, kimi gjujt për jashta në përmjet urinimit. Rrugën që e bon, prej mishit dhëmve, derin prostat të burra, derin vezor të gratë, është ilaç shërëm. Edhe vetia e tretë e ti është ushqim me cilësi edhe vlera energetike shumë të larta që asnjë ushqim që e konsumojmë nuk e ka përbavjen e tij. Këta bon me pi çdo njeri edhe para operacionit edhe pas operacionit, edhe njerëzit që janë ndoshta çfarë shije ka, është i edhta është. Kur farshije s'ka, as është i ëmbël, as i edh, as i thartë, çdo kënd e përgatiti, para se me përdor që duhet mu përgatit që s'ka ble Coca-Cola. Kjo është ilaç. Vetit e ilaçet nëse do mu shëru, nuk janë të shishme. A ka ilaç që është i shishëm? Yes, nuk do. Në farmaci unë s'di që ka dikon. Pason. Po i pim se jemi të smut për mu shëru. Paqare, po. Po, e tash kë, i pastron kejt, dhe më thonë, këto organet e mbrenshme, i pastron zorte, pastron lukthin, gasnat, krejt ka me të shtimi i gjujt për jashta, deshte, zdeshte, një herë, 2 herë në ditë. Dhe më thonë, bon presion, edhe hargjot për një javë ditë. Qatë javë ditë je maj regullt. E që kam boni për shtyt pjesë, basaj ajo është rektum, pse rektum në me? Rektum është unaza e anusit. Me që është smundja dhe ilaçi i patentum për hemoroide edhe ndodhet në anus, unaza jashtë me anusit quhet rectum. Shikus të ndëruar, nëse mundi me po edhe këtë, dhe më thonë pse e ka qitë shishe, unë e di, po në të më kalëzën kjo është. Po në këtë patriot, pse ajo është, nuk është veç rasisht. Shisha, pse pse ajo është? Po këta pse bashkë që të në qash, se që që manë mes? Spare e kom qitë që është, dhe më thonë, ilaç për krejt Evropën edhe për krejt botën, një mundu me qitë që... Kem shef diçka që do në thonë? Që aty e kom shef teritorin, hapsinin e shtetit Rusisë. Rusisë? Edhe unë për veti hala me asë një pacient në gjuhën sërbe deri sot s'kum folë. Bravo. Edhe pse i kom kry provimet në shumicën Prishtinë dhe në Beograd sërbisht, edhe bile kom pas një ditë prej malit zi një sërbe, edhe po më fletë sërbisht, ja bona thash s'po të kuptoj, edhe thash e kish gjetë në pej atje dikon një shoqe. Përkthys, po. Një përkthys e thot, po më thot s'pe kuptoj, jam në hall për hemoroide, du mu shëru e du kështu, në tani asaj shqiptarës i thash, më dëgjo, unë e kam një mosh, ku i kom përjetu gjitha nga Serbia, kështu që unë s'du me folë serbisht. Bravo. Se nuk o që s'di.
edhe nuk e shërbej. Nëse ti e blen ilaçin, ja çon asaj, unë po. Po për ndryshe hala që ku e kam të në telefon adresën edhe postën me cilën që dërgoj ilaçe ku do në botë, nuk mundesh me gjetë asnjë emën derisa që kam çuar ndonjë. Bravo.